Kemi arritur në lidhje me shpjegimin e vargjeve të akidës së Imamut Tahawit, Allahu mëshiroft, te momenti kur ai pasi na tregon për dy cilësi të Allahut madhëruar, cilësinë e fuqisë së tij të plotë dhe gjithashtu cilësinë e qenurit pa nevoja për krijesat dhe i pavarur prej tyre, na tregon arsyen sepse është i tillë, duke përmendur një ajet Kurani dhe thot: "Leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Ai është i tillë sepse nuk ka si shembull i tij gjë dhe është dëgjuesi dhe shikuesi. Ky ajet Kurani konsiderohet ndër ajetet më të mëdha të Kuranit në të cilat mohohen shembujt në lidhje me Allahun madhëruar dhe është kundërpërgjigje që është bërë çdo kujt që përgjatë historisë e ka krahasuar atë me krijesat e tij, siç kanë bërë mushrikët e hershëm të Arabisë dhe të zonave rreth saj, kur e krahasonin Allahun madhëruar me mbretërit e dynjas dhe merrin mes tyre dhe Allahut madhëruar ndërmjetës, siç kanë edhe mbretërit e dynjas mes tyre dhe popujve që syndojnë bashkëpunëtor dhe ndërmjetës. Apo siç bënin akoma me keq mushrikët greko-romak, egjiptianët e lashtë, mushrikët e Indis, kur i portretizonin hyjnit e tyre dhe u jepnin atyre pamje të njerëzore apo pamje të krijesave të tjera. Apo siç bënin jehudët në një krahasim të një lloji tjetër, kur i vishnin Allahut madhëruar prej cilësive të krijesave, kur thonin se ai preket nga lodhja dhe ka nevojë për pushim, apo ka cilësi e kooperacisë, siç kanë edhe njerëzit një cilësi të tillë. Apo siç bënin akoma me keq të krishterët, kur ranë atë që i bën atij shfaqje njerëzore nëpërmjet Isait alayhis salam, dhe kjo është akoma më e keqe se veprimi i jehudëve dhe i hebrejve. Dhe ky ajet konsiderohet përgjigje për gjitha llojet e krahasimeve që kanë ndodhur gjatë historisë dhe është bazë në lidhje me mohimin e shembujve. Në këtë ajet shohim dy gjëra: mohim i përforcuar i shembujve në lidhje me Allahun madhëruar, sepse në ajet thuhet nuk ka si shembulli i tij. Nëse do thuaj nuk ka si ai, do ishte mjaftueshme. Dhe nëse do thuashe nuk ka shembull ai, do ishte mjaftueshme. Ama kur bashkohen të dyja, edhe pjesa si dhe edhe fjala shembull, këto në gjuhën arabe kur hyn në një fjali, atëherë është mohim i përforcuar, sikur të thotë dikush nuk ka si ai, nuk ka si ai, nuk ka si ai në mënyrë të përsëritur. Dhe ky është mohim i përforcuar për të mbyllur rrugën shirkut dhe dhujtarisë, sepse duke e përkrahasuar Allahun e madhëruar me krijesat e tij është shfaqur i dhujtaria në tokë. E dyta, mohimi i shembujve në lidhje me Allahun madhëruar nuk do të thotë të mohosh çdo gjë që është e përbashkët mes krijuesit dhe krijesave. Dhe prandaj Allahu madhëruar përmend në fund të ajetit dy cilësi për cilësive të tij, dhe që është dëgjimi dhe shikimi. Këto dy cilësi i gjen shpesh të gjitha krijesat me shpirt dhe kanë dëgjim dhe shikim. Dhe fakti që ato kanë dëgjim dhe shikim dhe e njëjta cilësi është edhe tek Allahu madhëruar, nuk do të thotë se këtu ka ngjashmëri, sepse secili ka veçorinë e tij. Edhe te krijesat këto dy cilësi i gjen të ndryshme dhe me dallime nga një krijesë te tjetra. Dhe nëse kanë dallime mes krijesave, atëherë ç'mund të thuhet për Allahun e madhëruar, i cili nuk ka shembull. Kështu që pohimi i cilësive të përbashkëta nuk do të thotë se ka ngjashmëri mes krijuesit dhe krijesave të tij.